Alba hyn në dhomë e nervozuar dhe pa ulur mirë, nis të debatoj me banorët një nga një. Zëri i saj është i lartë, i dridhur nga nervat, dhe çdo fjalë i tingëllon më e rëndë se tjetra. Banorët e tjerë, të habitur nga shpërthimi i saj, e shikojnë me mosbesim, ndërsa disa përpiqen ta qetësojnë, por Alba nuk ndalet, ajo ngritet në këmbë, me duart që i lëvizin pa pushim, dhe shpërthen, ju të gjithë silleni si stallë derash. Nuk ka rend, nuk ka respekt, nuk ka asnjë njeri normal këtu brenda. Disa banor habiten dhe mbeten pa fjalë, disa të tjerë nisin të kundërshtojnë, por Alba vazhdon pa hezitim, duke treguar nga njëri te tjetri. Ju s'dini të mbani pastërti, s'dini të flisni me respekt, vetëm bërtisni e krijoni rrëmuj. Kjo shtëpi po bëhet si një çmendim nga sjelljet tuaja. Zëri i saj mbulon gjithë sallonin, duke bërë që të gjithë të ndjejnë peshën e fjalëve. Një banor tenton të afrohet për t'i folur më butë, por Alba e shmang menjëherë, mos u afroni. Se s'kam më durim. Asnjëri këtu brenda nuk po sillet si duhet. Banorët fillojnë të mërmërisin mes tyre, disa të mërzitur, disa të acaruar, sepse fjalët e Albës u bjen rënd dhe krijojnë një atmosferë edhe më të tensionuar. Disa prej tyre duken të lënduar, të tjerë irritohen dhe e pyesin pse po e tepron kaq shumë. Por ajo vazhdon të flasë, duke e bërë të qartë se gjendja e saj është krejtësisht jashtë kontrollit. Shtëpia mbetet e heshtur për disa sekonda pas shpërthimit të saj, ndërsa tensioni ndihet i trashë në ajër dhe të gjithë e kuptojnë se ky konflikt do të lërë gjurmë në marrëdhëniet mes tyre.